Mirëmëngjes goca, atëherë ja ku jemi te një vlog i ri, edhe është ditë e martë, është mëngjes, është ora diku te 8 e mëngjesit dhe unë sot kam një termin tek një klinikë ginekologjike, por që është specializuar për PCOS-ën. Ma ka dhënë letrën ginekologu edhe do iki ta bëj këtë vizitën. Atëherë sot përveç se do ikim pak te doktori që kam unë takimin, do ikim edhe te zyra e tuajve, të lëm termin për të zgjatur ofentalin dhe ndalesën e parë e bëm tek Reve, morëm diçka për të ngrënë dhe tani do nisem. Rojsi, të marrë shakullore? Të marrë shakullore? Hajde. Te doktori ishte anulluar takimi, kështu që një akullore me Rojsin. Rojsi, është mirë akulloria? Gëzuar. Rojsi, ma shkel çik syren. Hey YouTube, sa po erdhëm në shtëpi dhe është ora 8 e darkës. Sot gjithë ditën kemi qenë larg shtëpisë, kemi dalë që 8 mëngjesit nga shtëpia dhe pothuajse 12 orë vërdall. Ishim si fillim deri te zyra e tuajve, morëm aty një numër telefoni dhe një adresë emaili, sepse numri i telefonit që ishte në sistem nuk na përgjigjej për të lënë takim për të shtyr ofentalet, sepse na mbaron tani në nëntor. Kështu që morëm një numër aty dhe një adresë emaili, dërguam email, folëm me numrin telefon dhe rregullua shpresoj si gjë, tani presim postën. Gjithashtu për tek termini që kisha unë sot tek ginekologja, tek klinika ginekologjike, nuk është ginekolog normal, por është një klinikë më avancuar që merret me çështjet e vezores policistike. Aty mund të bëj disa analiza të specializuara, por unë kisha lënë termin para një muaji dhe kisha lënë tek një program, siç është Doktor Libi, ishte edhe ky programi, po ata sot në mëngjes më kishin anulluar dhe unë nuk e kisha parë që ishte anulluar, email nuk më kishte ardhur. Kur shkova aty te recepsioni, ajo tha kishim shumë ngarkesë sot dhe kemi anulluar terminin, duhet ta shikonit më përpara. Kështu që më tha duhet lësh një termin të ri. Thash jo, okay, atëherë nuk dua ta lëmë me program që të më anulloni. Nuk dua të rrezikoj më, kështu të lutem, unë jam këtu, ja ku e ke letrën nga doktori, nga ginekologu, ja ku e ke edhe kartën e shëndetit, lutem lë një termin. Dhe ma kalon për 11 nëntor, kështu në 11 nëntor do iki ta bëja të terminin. Ndërkohë, pastaj shkuam për të pirë kafe në vendin Kurrikunata, po ajo kishte një mbledhje me prindër te Marlin, kështu që morëm Rojsin edhe dolëm pak me Rojsin. Shkuam ndërkohë edhe te Turku, se te Turku, te qyteti Kurrikunata, ka më shumë gjëra më duket, plus që kishim për të shkuar te Turku, dhe tham, okay, me që jemi këtu, po ikim të marrim këtu dhe nuk po kthehemi te Turku te qyteti jonë. Dhe ça gjeta atje? Kokë. Kjo është kokë qingji. E mora do bëj paçë, se Covid që nuk ka këtu. Kam marrë patatë, gjitha këto kushtuan 50 euro. Diku te 48 më saktë, po e rumbulla kosa. Kam marrë specat kuq, unë vdes për këto. Kam marrë salam, këto janë gjërat që marrë zakonisht te Turku. Salam tjetër. Salam më shumicë. Pana, okay, këto janë këto panat si në Shqipëri, gjej ke Turku dhe janë fiksë në Shqipëri. Çfarë kemi marrë tjetër? Kemi marrë turshi. Pana tjetër. Salt, specie. Kjo është super përdoret për ndonjë gjell, për grosh, perfekta.
Është shumë mirë me sa shoh nga ngjyra. Kam marrë kajmak. Edhe këto vetëm të turku mund t'i qesh. Unë më parë kam marrë dhe brosh nga ato me kanache, po mendova ok të provoj një këto turkut, edhe kam marrë si këto. Nuk kam marrë më shumë sa një pakës, se mendova të provoj një herë. Ajvar. Unë kam shumë miq të Kosovës, edhe këtë ajvar e kam provuar që e vogël dhe e kam pas shumë qef. Kështu që sa po e pash aty thash ok, do ta marr një ajvar. Kemë marrë edhe gjiz. Kaq kemë marrë gjitha. Gjitha sot 28 euro, më duket, më sa po e prit. Se kam fakturën fikse. Ok, 23 euro kam bërë këto, por koka paguhet veç dhe kokën e kam i paguar ekstra, kështu që diku të 28 ka shkuar fiks. E kam fiksuar tamam, besoj. Kaq ishin gjitha. Këto janë ushqimet që i marrin ne kështu të turku që shkojmë 2 herë në muaj, nuk është se janë ushqime fikse shtëpie. Ndoshta nesër nuk kam gjë për të marrë kereve, po pas nesër di që do përfundojmë prapë në supermarket. Tani po e mbyllim për sot edhe do shihemi nesër. Për mëngjes nga dita e njëjtë, si thashun, nuk do vi sot të reve. Po buk. Kam ardhur të reve, bleva buk, mora dhe një kola me qeri, se më kujtohet kur i kam pas pirë atje në Shqipëri para një 3 vitesh, 4 vitesh kur punoja ke ajo kompania amerikane. Edhe pija çdo ditë me atë shoqen time. Edhe sa herë më shoh kola me qeri, nuk e rezistoj dot. Ja ku jemi nga dita tjetër, është ditë e premte, edhe po i ke pak deri te DHL-ja, do të çojmë një 2 letra për të zyra të huajve, se aty nuk na i lan takimin, e kërkuan letrat me post. Dhe pastaj të shohim, ndoshta mund t'ikim deri te këto markete të lojrave. Si quhen këto lojrat që janë kështu? Nga data 24 deri në datën 27, këtu në Gëstak do vinë shumë lojra, edhe do ikim aty, të bëjmë dhe një xhiro, të shikojmë se si janë bërë, pastaj tamam mund dalim ditën e diel. Po sot vetëm për të hedhur një sy. I ka tani edhe do të tregoj një video. Erdhëm atyre këtu dhe lodrat, që do të tregoj ca video. işte. Jo, lëshon vetë. Këdhe një tjetër. Kjo është fiksimi jonë në lojrave. Futemi këtu të provojmë fatin. Atë rozën e kap dot?
Mori më i bukur në botë, Alban. My favorite. Atëherë ora shënon 8 e darkës, ne erdhëm në shtëpi edhe ja kaluam bukur, ishte një mbasditë ndryshe. Unë mora atë churrosin tim preferuar dhe kur po e merja aty më kujtua njerë kur e kisha marrë ke domi që bëhet këtu në Hamburg. Kur vajta, qëlloj që sa po vajta aty, më vonë vajta në Shqipëri. Edhe po ja shpjegoja mamet që kështu, po nuk më duke vështirë, e pash recetën në YouTube, edhe u mundova të bëja me mamen. Po jo, nuk më dollën si këto këtu. Dollën të mira, po jo kështu. Gjithsesi mami me vllajin pëlqyen. Edhe morëm edhe një picë të një pizzeri italiane ishte aty, Italia lexonte, po s'kishte shumë ngjashmëri me Italinë, po gjithsesi më mirë se sa këto gjermanet ishte. Edhe tani nesër është ditë e shtunë, kam një mundësi që ti kete një mini job, po nuk e di a do ta realizoj dot këtë që ti ke, se është orari shumë i herë në mëngjes, edhe është ditën e shtunë. Problemi është që nëse unë ikim me autobus, duhet dalë shumë herët nga shtëpia, edhe nëse ikim me makinë, i bie ta marr makinën gjithë ditën e shtunë me vete, aty nuk e di se si funksionon për parkim ose për diçka tjetër. Kështu që do shoh, nuk e di, do lajmëroj nesër se si do vendos, por për momentin nuk kam asnjë plan tjetër. Kam përcuar edhe një porosi në post nga Vinted, ndërkohë sot morëm edhe ca porosi nga posta që kishin ardhur pjesë për makinën dhe mendoj se këto mund të jenë pjesët e fundit që porosisën për një periudhë kohe, se këto muaj ajo makina vetëm na ka ngrënë lekun. Vetëm ka pas me ndru pjesë me rregullu, gjithkohon pothuajse çdo muaj në servis. Nga që dhe i kemi bërë me radhë, nuk është se i kemi bërë gjitha shërbimet njëjtin muaj, jemi munduar të bëjmë ato më kryesorët edhe pastaj të rregullojmë derisa të mbarojë tyfi, se tyfi mbaron tani në nëntor. Kështu që kaq janë gjërat që kam për t'ju thënë. Unë tani po e mbyll edhe po filloj të editoj pak të që kam filmuar. Do bëjmë ndonjë video nesër edhe dielën, edhe pastaj dielën besoj do ta mbyll këtë vlogun. Tani i ka natën e mirë për sonte edhe shihemi ditën e nesërme. Hey YouTube, sot është dita hënë edhe është ora 7 e mëngjesit, po nga që ka ndruar ora edhe më në fund në orën 7 mëngjesit është ditë, se filloi një periudhë që në 7 mëngjesit ishte errësirë totale, sa që unë kisha frikë dilja vetëm. Po tani shoqëru ndryshoi ora, do flem një orë më shumë, edhe pse unë kam qenë në shtëpi gjithë këtë periudhë dhe kam fjetur sa kam dashur. Kam që ngusht, ju e dini që unë kërkoj për punë, edhe nuk po gjeja punë. Po kërkoja punë nga më punë që nuk ma kishte marrë mendja ndonjëherë në Shqipëri që do t'i kërkoja, po edhe duke kërkuar këto punë, edhe nuk po më pranonin dhe po mbinte vetbesimi fare. Po ndihesha shumë keq dhe ndonjëherë mendoja vërtet që aja ka vlejtur kjo Gjermania, ja ka vlejtur që nga një punë e mirë që kemi aty në Shqipëri, gjitha gjërat që i kemi familjen, kemi shoqërinë gjitha, dhe në fund fare të vim në një vend edhe mos na pranojnë në punë as për pastrim. Pastaj, po mendoja, edhe pa aplikoja kudo, mis të bëra ju rutina, apliko, e këte andej edhe s'po gjeja asgjë, po ju kam bajtur një gjë të fshet, kam një 2 javë, kam marrë një lajm pozitiv për punë dhe nuk doja ta thosha këtu para se të firmosja kontratën. Po sot më në fund është dita, unë do iki të firmos kontratën të kjo kompania, është kompani shumë e madhe edhe jam shumë e lumtur që do punoj në një kompani të tillë. Është kompani digitalizimi që skanon dokumentat të firmave të ndryshme dhe i ruan ato në kompjuter. Unë aty më ndihmoj një shoqe në fakt për të filluar, më ndihmuan 2, njëra ma sugjeroi si punë, tjetra pastaj më ndihmoi që foli me shefen, çovi CV-n time dhe të gjitha të tjerat. Dhe me vërtet ju jam shumë falenderuese të dyja gocave. Jam shumë e lumtur që më në fund u bë kjo dhe më në fund do iki do firmos kontratën dhe do punoj në një punë që do ndihem
më mirë se sa në punët e tjera që kisha aplikuar. Dhe sot është dita, do i firmos kontratën, po kam bërë një gabim. Djem tha burri që, okej, tha, ti, hajde më që mua në punë dhe ik direkt më sukse më në shpi. Okej, thash, nuk e mendova fare që unë në kam atje më që në orën 10. Edhe u qova sot që në 6 mëngjesit, u vesha, kapa flokët, se s'kisha as koti pjastroja. Nuk kam bërë as make-up, dola shpejt. Dhe kur po çoja burrin me makinë për në punë, i thash, më fal, thash, po ora s'ka shku, akoma 7. Si do iki unë atje, thash, pa ikur një në shtëpi? Tha, pse? I thash, unë pse e kam në orën 10. Tha, po ti nuk më the mua orar. Nuk e kam thënë fare që e kam në orën 10. Edhe atje okej, është diku te 30 minuta larg me makinë. Po prap mund nisem në orën 9, maksimum, minimumi, më herët se ora 9. Nuk kam çdua atje. Edhe kështu që kam marrë tani të reve këtu afër shtëpisë, erdha dhe njëherë, ndalova mora një 2 gjëra për të ngrënë, edhe se kjo furra tani mëngjes i bën të ngrota dhe i bën shumë të mira. Dhe nuk kisha nerva çka janë shtëpit gatuaja. Kështu që thash okej, po ha këto. Tani që t'rregoj edhe këtë pjesën, okej, puna është gjysore larg, është 3 javë, është turni i parë, që i bie full time, është 7 mëngjesit deri në orën 4 mbasdite, deri në orën 3:30, dhe se gjysore është pauza, dhe një javë është turni i dytë, që i bie 11 më duket me 8, diçka e tillë, 11 me 8 ose 11:30 me 8, diçka e tillë i bie. Me zi o presti ta firmos edhe kontratën, ta marrë ndorë edhe ta hiq qafe. Ma kanë sjell kontratën, e lexova, ishte super se është kompani gjermane, edhe normal që ka ato rregullat si kompani gjermane, po tani dhe vetëm ta firmos. Edhe ndërkohë do pyes edhe për abonen, sepse puna e mbulonte 1% të abones, dhe normale që nuk më levërdis t'i ke me makinë, do ike me urban, transport publik. Këtu është shumë i rregull transporti publik, që nuk është një problem, nuk është se në Shqipëri që ngjeshësh aty në urban dhe nuk merr dot frym, jo, është shumë i këndshëm. Thjesht vonon pak më shumë se okej, do ndroj 2 urbana, 2 autobusa. Tani shifemi te video pasi unë të firmos kontratën. Hey YouTube, jemi prap nga dita e hënë dhe ora shënon 11 dhe do ju jap super lajmin. Tani po që është finalizuar, e firmosa kontratën, me 15 nëntor filloj. Jam shumë e lumtur, me zi po e pres që të filloj atë rutinën ngrihem mëngjes t'ikim punë. Do jetë dita pak më e zënë, se normal do punoj diku te 8 orë, plus me rrugën do shkoj diku te 10 orë, por me zi po e pres, sepse nuk më rrihet në shtëpi. Nuk rri dot në shtëpi pa punë. Jam mësuar që të punoj gjithmonë, kështu që lajmi super erdhi më në fund, bas 3 muaj që pres këtë lajmin. Unë do ta mbyll këtë video këtu, edhe pse nuk është shumë e gjatë si video, po ka një super lajm brenda. Do shihemi te video e radhës. Juve që nuk keni bërë ende subscribe, çfarë prisni akoma? Shkoni te butoni, klikoni te zilja dhe bëni subscribe për të parë videot e radhës. Tani shihemi te vlogu radhës. Ciao, ju puth fort gjithve ju që keni ndenjur deri tani në fund. Një like, bëni edhe hype, se ka dalë edhe hype tani. Ciao, ju puth.